Mjeku imazherist në spitalin rajonal Fier vjet në pranga, pasi u merrte shumë parash pacientëve për të kryer ekot. Si rezultati i administrimit të menjëhershëm të informacioneve se mjeku imazherist në spitalin e Fierit ju merrte para pacientëve për të kryer ekot, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, në bashkëpunim me prokurorin Fier, organizuan pas 4 muaj hetimi operacionin policor të koduar Imazheria, ku arrestuan në flagrancë shtetasin GT 66 vjeç banues në Fier me detyrë mjek imazherist në spitalin rajonal Fier. Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Gjithashtu ky shtetas shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës vizitonte pacient në 2 klinika private në Fier. Për këtë rast, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka regjistruar procedimin penal numër 929 datë 01/07/2025 për veprën penale të dyshuar shpërdorimi detyrës dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast u sekuestrua si provë materiale shuma e lekëve që 66 vjeçari mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, si dhe shuma prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75 që u gjetën gjatë kontrollit të banesës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.